këto ndryshime që propozohen në kodin penal dëshmojnë se janë ndryshime të njashme dhe fatkeqësisht në Maqedoni jemi mësuar që mos të respektohen dhe mos të implementohen ligjet. Kjo nuk është hera e parë, kemi problem serios nga ana e kësaj qeverie që ligjet i zbaton në mënyrë selektive. Antarët e tyre, po edhe nëse bëjnë krime, ata janë të mbrojtur nga ana e qeverisë dhe nuk zbatohen ligjet ndaj antarëve të qeverisë. Për barësit e funksioneve publike, ku parashikohen nëse fillojnë të ndërtojnë me mjetën nga buxheti gjatë kampanjës të dënohen me burg. Prej 6 muaj propozimi është deri një vit. Bile dhe Ministri i Financave këtu e keni propozuar që nëse eventualisht bën pagesa kur të shpallet kampanja, zgjedhor edhe ai mbas këtij ligji mund të dënohet me burg prej 6 muaj deri në 1 vit. E tash është kjo qesharake dhe se di si kanë besuar këtij propozimi ata që thonë e kanë përkrah këtë marrëveshje. Kur e thash se marrëveshjet këtu në Maqedoni nuk respektohen, janë të njashme dhe nuk vijnë si rezultati konsenzusit të vërtet, si rezultati dialogut të vërtet, mirëfillt politik, ja du t'ju them plot argumente. Neni 165 i kodit penal që ka të bëjë me zgjedhjet. Do t'ju citoj dhe ju lutem të dëgjoni me vëmendje. Thot që nuk është tani nuk na propozohet ndonjë ndryshim, vazhdon ngel ai nen që ka qenë edhe për zgjedhjet paraprake lokale. Shifni si thot. Antari i Këshillit Zgjedhor, Komisionit Zgjedhor apo Këshilli për zbatimin e referendumit apo person tjetër zyrtar në kryerjen e shërbimeve në lidhje me zgjedhjet apo votimit që gjatë zgjedhjeve dhe votimit do ta ndryshoj numrin e votave të dhëna duke shtuar apo hequr 1 apo më shumë fleta votimi ose do të ndryshoj numrin e votave gjatë numërimit apo shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve apo të votimit, duke shtuar apo hequr 1 apo më shumë vota, do të shqiptohet dënim më së paku 5 vite. Do të shqiptohet dënim më së paku 5 vite. Ky nen i këtij ligjit ka qenë në fuqi në zgjedhjet lokale. Të nderuar qytetarë, ja këta që thonë respektojnë shtetin ligjor, sundimin e së drejtës për kujdesen, gjatë zgjedhjeve lokale, ne kishim në komunën e Çajirit falsifikim të rezultatit zgjedhor, ndryshim të rezultatit zgjedhor, që sipas këtij neni të kodit penal, këta që u përkujdesen të bëjnë ndryshimin e rezultatit zgjedhor, do duhet të ngritej procedurë penale dhe sot të përfundonin dënim në burg. Ja vendimet e gjykatës administrative për opinionin. Vendimin e Këshillit e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Komisionit për shkarkim të Komisionit Komunal Zgjedhor të Çajirit dhe për shkarkim të këshillave votues në komunën e Çajirit. Arsjetimi është se janë kapur duke falsifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Dhe ata nuk e dini kush janë antarët e BD-s. Dhe në këtë krim zgjedhor janë të kishur prej te Subi Jakupi, antari Komisionit Shtetëror Zgjedhor e deri te funksionarët e lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, që sot i keni shpërblyer me poste udhëhece në qeveri. Dhe për çfarë kodi penal ju sot më flitni këto? Kujt i tregoni pallavra se në Maqedoni do të organizohen zgjedhje ferë dhe të lira? Cili i çmendur do t'ua besoj këtë?
kemi argumente plot sa dush që zgjedhjet në Çajër janë të falsifikuara, kishim rivotim për shkak të falsifikimit të rezultatit zgjedhor, kishim vendim të gjykatës administrative, kemi vendim të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, kemi kodin penal që sankcionon këtë gjë, mirë po nuk veprojnë institucionet. As prokuroria publike, as policia, as gjykatësat. Vazhdojnë kriminalët të jenë të lirë dhe sot të vinë edhe të mbrojnë edhe ligjin. Kjo është e papranuar, kjo është lojë dhe kjo tallë, kjo është jo seriozitet. Për kësi gjëra, asnjëherë nuk do të jemi të gatshëm që të përkrahim. Me do e mos, insistojmë që këta kriminal që kanë qenë pjesëmarrës në falsifikimin e zgjedhjeve në Çajër, të ngrihet procedurë ndaj tyre dhe të shkojnë aty ku e kanë vendin, në burg. Unë nuk e di, sinqerisht që e kanë përkrahur të opozitës, mendojnë dhe të kenë iluzione se vërtet Stavrevskin apo ndonjë ministër do ta çojnë përgjigjen në burg kur ne kishim raste paraprake që drejtësia duhet të vepronte. Po nuk ka vepruar deri tani. Prandaj Partia Demokratike Shqiptare është kundër këtyre propozimeve sepse nuk garantojnë as kushte minimale për mbajtjen e zgjedhjeve fair, të lira dhe demokratike. Janë kode zgjedhore që vetëm shkruan letër dhe as se si nuk gjejnë zbatim.